Mjaft. Nuk duhet të jesh gjithmonë i disponueshëm për të tjerët. Ka një moment në jetë ku duhet të ndalosh, të shohësh pas dhe të kuptosh një gjë të rëndësishme, ti nuk je robot. Nuk je një makinë që furnizon të tjerët me energji, ndihmë, dashuri, kohë, vëmendje, këshilla, kur ata të kenë nevojë dhe pastaj të harrohesh kur gjithçka u rregullohet, shpesh nga dëshira për të qenë i mirë, për të ndihmuar, për të mos lënduar, për të mos zhgënjur. Ne bëhemi gjithmonë të disponueshëm. Dhe në atë proces shkatërrojmë vetveten. Të jesh gjithmonë aty për të tjerët duket fisnike, por ka një kosto të fshehtë. Kur ti je gjithmonë i gatshëm, gjithmonë i pranishëm për nevojat e të tjerëve, fillon të zbehet respekti që ata kanë për ty. Nuk e vën më re se ti po sakrifikon gjumin, energjinë, kohën tënde, ndjenjat e tua, sepse për ta kjo është bërë normale. Ti je bërë ajo që gjithmonë do ta zgjidh, do të dëgjoj, do të ndihmoj, do të shkoj, do të sakrifikoj, por kush të pyet, si je ti? Si ndihesh ti? Çfarë do të i? Nuk është detyra jote të jesh gjithmonë stre për stujtë e të tjerëve, po, është bukur të ndihmosh. Po, është njerëzore të jesh pranë dikujt në kohë të vështira. Por është e shëndetshme të kuptosh se jo çdo barë është jotja për ta mbajtur. Kur je gjithmonë aty për të gjithë, ti humb vetveten. Haron të pushosh, haron të kujdesesh për shëndetin tënd, haron të ushqehesh emocionalisht, haron të thuash jo edhe kur ke të drejtë, mos e lejo veten të bëhesh mbështetja që vetë nuk e merr kurrë, ke qenë aty për të gjithë. Por kur je rrëzuar, kush të kapi ty, kur ishe bosh, kush të rimbushi ty, kur kishe nevojë të qaje, kush të tha, unë jam këtu për ty, nëse përgjigjja është askush, atëherë është koha të vendosësh kufi, sepse në këtë botë, njerëzit e paqëndrueshëm emocionalisht do të përdorin pa vetdije si karikuesin e tyre emocional. Dhe do të lënë pa bateri, çdo herë, thuaj jo pa ndjesi faji, kjo është një nga mësimet më të vështira, por më të fuqishme në jetë, të thuash jo nuk do të thotë se je egoist. Do të thotë që i njeh kufit e tu dhe nuk lejon që njerëzit t'i kalojnë ata vetëm sepse ndihen rehat duke e bërë. Kjo është vetë dashuri, është vetë mbrojtje. Dhe është e drejtë, mos e shkatërro veten për të ndërtuar të tjerët, ka njerëz që do të marrin pa fund, jo sepse janë të këqij, por sepse nuk ndalojnë për të parë çfarë po lë pas dhurimi yt. Ata do të kërkojnë ndihmë, por nuk do të ofrojnë mbështetje kur ke nevojë, do të shfrytëzojnë energjinë, kohën, durimin, por nuk do të falenderojnë kurrë sinqerisht, do të thonë ti je gjithmonë aty për mua. Dhe pastaj do të zhduken kur ti të kesh nevojë për dikë, kjo është arsyeja pse duhet të ndalosh. Tani, sot rregulli i shëndetshëm, kush nuk kujdeset për ty, nuk e meriton qasjen e pakushtëzuar tek ti. Ti nuk je detyrë shoqërore, je njeri me ndjenja, me limite, me lodhje, me lëndime, me nevoja. Nëse dikush vjen gjithmonë për të marrë, por kur nuk jep, ata nuk janë marrëdhënie, janë konsum. Të kujdesesh për veten nuk është luks, është mbijetesë. Shpesh mësohemi të vlerësojmë veten vetëm nëse jemi të dobishëm për të tjerët, vetëm nëse po bëjmë diçka për dikë tjetër, por ti ke vlerë edhe kur nuk po jep asgjë, edhe kur je i lodhur, edhe kur ke nevojë të rish vetëm. Edhe kur thua sot nuk mundem. Ti ke të drejtën të pushosh. Ke të drejtën të mungoj energjia, ke të drejtën të mendosh për veten. A e di çfarë është dashuria e vërtetë? Dashuria e vërtetë respekton kufit e tu. Nuk të fajson kur nuk je i disponueshëm, nuk të manipulon që të ndihesh keq kur nuk je aty. Dashuria e vërtetë të thotë, të kuptoj. Kujdesu për veten. Unë jam këtu kur të ndihesh gati. Gjithçka tjetër është varësi, manipulim, apo interes, të jesh gjithmonë i disponueshëm është raskapitës, kur njerëzit e shohin gjithmonë dritën tënde të ndezur, mendojnë se ti nuk ke errësira brenda, por nuk është kështu. Edhe ti ke net pa gjumë, edhe ti ke frikëra, edhe ti ke boshllëqe që askush si sheh, edhe ti ke lodhje që të tjerët se kuptojnë, ndaj, mbyllë dritën her pas here. Le të mësojnë të gjejnë rrugën vetë, ti nuk je fener për gjithë botën, ja çfarë ndodh kur mëson të vendosësh kufi, fillon të ndihesh më i qetë, fillon të rizbulosh veten, fillon të tërheqësh njerëz që të respektojnë dhe jo që të përdorin.
Fillon të ndërtosh raporte më të vërteta, jo më të lehta, dhe më e rëndësishmja, fillon të mos ndihesh më bosh. Mesazhi për ty sot është i thjeshtë, por i fuqishëm, mjaft. Mos u mund për çdo që s'bëhet për ty, mos u bë shtrat për ata që kthehen vetëm kur janë të raskapitur, mos e ul vetëm për të ngritur të tjerët që kur nuk të ngritën ty, ti je njeri, dhe njeriu ka kufi.